Shë dokumente, o plot botox, mush në botox. O njerëz, nuk kam botox, me pas e baj. Absolut as edhe një herë. A ju kthehesh fotografive tua gjatë viteve të 20-ta, sepse po i shohim në ndërkohë disa që vetë po i transmetojmë në vitin e po, vitin e kaluar kisha këtu. Këtu kisha në Turqi, po. Këtu për ditëlindje 44 vite kur i kam bë, po. Jo, 54 vite. Sa bukur që rasti vetë nuk i vrenë. Okej, na pak tash për ju disem. S'milojmë këtë që është sikur që shpo dalën. Këto për ditëlindje tashti, kur mbusha 55. Kur e kishe ditëlindjet i dajete? Me 29-12. 29 dhjetor? Dhjetor, po. Pas ka një festë, dy festë në familjen e juve? Dy festë, po. Se afer festave të fund vitit. Është bajnati, se na i festojmë për fëmijë, festojmë se fëmijë nuk i dallaj. Se kur ishte në shkollë, se në shkollë kiti çdo kategorie. Edhe përmes me u dallu fëmija jam, ja ku festu edhe fëmijëve vejnatën, po, gjithherë. Sa i përket ndërhyrjeve estetike, cila është një këshill, ndoshta edhe perspektiva juaj sa përket këtyre, sepse shumë të reja. Nuk jam kundrej, ish me mas me ba, nuk jam kundrej, ndoshta nëse s'kam unë sad, nesër e baj. Nuk jam kundrej tyne. Nëse s'pëlqen vetja, kam e shku me ba. Se e baj, pse unë e du me ba, se jo që më tha dikush. Mendon që nëse ndikon në vetbesimin tuaj, thjesht bëjeni. Por nëse e bëni për të tjerët, po jo me te i kalu, jo me te i kalu. E ban thjesht. Pak çka ty të vëret, që nuk pëlqen të vetja jote. Të shqy që ndalë këto gjana me përmisu vetë njeri. Dikur kena jetu ashtu si mikon. Tash i ka ardhë teknologjia re, sa më bukur do kënë se cila, po pse jo? Pse jo? Sidomos për hunë bile kisha thonë, ato që të pengan, aja me shku me ba. Okej, shumica nuk e kanë, nashta 30% se kanë mundësin, për 70% e kanë mundësin me ba një hunë operacion. Për tjera, që kanë mundësi? S'kan. Bile që ta duhet me ba. Nëse ashtë që i pengan, e kam fjale që i pengan, që se pengan, edhe ashtu jeta. Me gjitha të thua që në momentin që i fillan këto ndërhyrje, pas taj me një mirë ose tjetër, bësh më e varër nga të. E varër për tyne. Kjo është, nashta... Risko më i madhë? Që kom pas guximin më të madhe. Qëto është e vetëmja guxim, se nuk kam frikë për kur gjo. Kjo është friga të one, që sa të baj, unë du me bo prap. Edhe nashta dalë për vetës, nuk duk në nashta si jam qëtash, okej, nashta unë kam falte, kam rrudha, se i kam moshën, edhe së më pengan, absolut së më pengan. Pse, dikur këto vinë, s'ki qarbre, pa orë nuk e lojnë. Ju personalisht keni bërë ndë njërë ndërhyrja, apo jo? Absolut, as edhe një herë. Këtë thujnë, se cilit që më shef, se unë isha pak komente, nuk e për cili vetën kur baj intervju. Se? Se di, nuk më pëlqen me ngu zonin tem, nuk e dim duket këtë ndryshe. Këtë kemi të gjithë. Po. Edhe, shë dokumente, o plot botox, mush në botox. O njerëz, nuk kam botox, se me pas e baj. E baj, me desht e baj, nesër e baj, se e paguj vetë. Se marrë leku në asikuju në heq. Lekë të mija janë, bëj që a du me ftyrë teme. Po sa është e vërtit, unë s'kam, veti kam ullëzat. Kështu ke qenë edhe në moshën e rinjës? Kam një foto në shta, kërë më ka në reje, kam edhe në Facebook, edhe në Instagram. Dikun 19 vjeqa, 20 vjeqa, se di saksisht. Këto i kam, atër s'ka pas botox. Para zdisa vite, në nështë bjen 35 vite, ose, po, që është për bjen, 30 vite, po, 20 vjetë, jo, 35 vjetë, për bjen, para 35 vjetë, shife foton, mollëzat unë i kam, kështu si kam pas, si kam sot. Këtë foto e publikoj për shkak se unë ndjeve me një lloj nostalgjie, apo thjesht për ta dokumentuar për gjithë ata që ndjekin ty, që gjithmonë ke qenë njëjta? Për nostalgji më shumë, se ta kujtan kohën tane. Shumë kam qef me kujtu kaluarën, kaluarën, po. Jo, ndoshta hekja, shkoj të e logjiku hekjen, se sigurisht në kohën tonë, ndoshta shumica kanë hek. Ka një jetë e vështirë për gjithë, nuk ka kanë veç për mu, për si cilin ndoshta.